Mësime nga ajetet. Prej ligjeve të pandryshueshme të Allahut të lartësuar ndaj robëve të vet, është që t'i sprovojë, në mënyrë që të dallohen besimtarët e vërtet prej hipokritëve dhe të njihet i sinqerti prej gënjeshtarit. Lufta në mbrojtje të rrugës së Allahut është madhështore dhe dëshmorët në këtë rrugë kanë pozitë të lartë dhe shpërblim të madh nga Allahu i lartësuar. Fal kontributit që dhanë me veten dhe pasurinë e tyre në rrugën e Allahut të lartësuar, sahabët kanë vlerë të lartë dhe pozitë të lartë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Ato që u ndodhen juve, si vrasjet, plagosjet dhe humbja në luftën e Uhudit, kur ushtria juaj u ballafaqua me ushtrinë e idhujtarëve, ndodhen me lejen e Allahut dhe caktimin e tij, sipas urtësisë absolute, në mënyrë që të dilnin në pah besimtarët e sinqertë. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Por ashtu, do të dilnin në pa edhe hipokritët. Kur u than atyre, luftoni në rrugt të Allahut, apo mbrohuni duke shtuar pjesëmarrjen për krah muslimanëve, ata u përgjigjen: sikur ta dinim se do të kishte luftë, do t'ju kishim ndjekur, por ne nuk po shohim ndonjë luftë. Në ato momente, ata ishin më afër shenjave të kufrit se sa të besimit të tyre. Ata shprehnin me gjuhë atë që nuk kishte në zemrat e tyre. Allahu di edhe më shumë se çfarë fshehin ata në gjoks, e për këtë ka për t'i ndëshkuar. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ata u tërhoqën nga lufta dhe u than të afërmëve të atyre që u goditën në luftën e Uhudit. Nëse ata do të na ndiqnin ne e nuk do të kishin dalë për të luftuar, nuk do të ishin vrarë. Thua ju, o i dërguar, si kundër përgjigje. Atëherë, largojeni vdekjen prej jush, kur ajo t'ju vijë, nëse keni të drejtë në atë që pretendoni. Pra, nëse do t'ju ndiqnin ju, nuk do t'ishin vrarë, apo se shkaku i shpëtimit tuaj nga vdekja ishte mosdalja për të luftuar në rrugën e Allahut. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Mos mendo, o i dërguar, se ata që u vranë në rrugt të Allahut janë të vdekur. Përkundrazi, ata janë të gjallë në një jetë të veçantë pranë Zotit të tyre, në banesën e nderimit të tij, midis mirësive të ndryshme, të cilat nuk i di kush përveç Allahut. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ata janë të gëzuar e të kënaqur me atë që ua ka mundësuar Allahu prej bujarisë e mirësisë së vet, dhe me padurim presin që t'ju bashkohen edhe vëllezërit e tyre, të cilët kanë mbetur në dynja, por që nëse vriten në xhihad, edhe ata do të arrijnë mirësinë e tyre, e nuk do të ketë më për ta as frikë dhe as nuk do të mërziten për të mirat që nuk i arritën në dynja. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Përveç kësaj, ata janë të gëzuar edhe për shpërblimin e madh që i pret prej Allahut edhe për diçka tjetër, edhe më të madhe se ai, sepse Allahu i lartësuar nuk u humb shpërblimin atyre që i besojnë atij, por u jep shpërblimin plotësisht, madje edhe duke u ashtuar. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
ata që u përgjigjen thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të tij për të dalë përsëri për të luftuar në rrugt të Allahut dhe për të përballuar me idhujtarëve në luftën e Hamraul Esed, i cila vijoi menjëherë pas luftës së Uhudit, pasi plagët e marra në luftën e Uhudit nuk i penguan as pak që t'u përgjigjeshin thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të tij, ata prej tyre që vepruan fisnikrisht dhe ishin të kujdesshëm në ndjekjen e udhëzimeve të Allahut dhe në largimin nga atë që ai e kishte ndaluar, do të kenë shpërblim të madh nga Allahu, i cili është xheneti. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kur disa nga idhujtarët u thanë atyre: Kurejshitët, në udhëheqjen e Ebu Sufjanit, janë bashkuar kundër jush me ushtri të shumta për t'ju zhdukur përfundimisht, prandaj hikni e mos u përballni me ta. Kjo fjalë vetëm sa u ashtoi edhe më shumë besimin dhe frikën e sinqertë nga Allahu, si edhe bindjen në premtimin e tij. Ata dolën për t'u përballur me ta, duke thënë: Na mjafton Allahu i lartësuar, sepse ai është më i miri dhe tek ai mund ta dorëzojmë çështjen tonë.